Shumica e kosovarëve po e braktisin Kosovën, ndërsa Britania e Madhe po kërkon nga Kosova që të pranojë emigrant. Një mundësi e tillë është duke u shqyrtuar nga Mbretëria e Bashkuar, e cila kërkon që të ndërtojë disa qendra për azilkërkuesit jashtë territorit të saj. Në listën e vendeve të ngushta është edhe Kosova, krahas Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sipas gazetës The Times, Kosova është në listën e ngushtë të 9 vendeve, e cila është hartuar nga ministra e zyrtar të tjerë britanik për të shërbyer si destinacione të mundshme për qendrat e emigrantëve jashtë vendit, ku do të dërgoheshin persona që u është refuzuar azili, pasi t'i kenë shfrytzuar të gjitha mundësitë për apelimin e vendimit në Britani. Burime të larta qeveritare britanike thanë se Kosova është një vend i besueshëm për ndërtimin e një qendre të kthimit, sepse është njëra nga rrugët kryesore që shfrytëzohet nga emigrantët e paligjshëm gjatë rrugës së tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se vendi i saj është i hapur për bisedime për një marrëveshje të mundshme për pranimin e personave që ju është refuzuar azili nga Britania.